Për një gjë ju diplomati njohur, lidhjet tuaja janë të forta. Çfarë vërtetë ka në këtë histori? Për këtë fakt nuk e di, po ti jemi të bindur që Rama i ka bërë të gjitha mundësitë. Unë di për shembull projektin, ka dashur të bëjë një projekt turistik që të vinte emri një hoteli të Trump, që të kishte pjesëmarrjen e familjes të tij në inaugurim në Shqipëri. Domethënë gjitha makinacionet që ne që jetojmë në Shqipëri dhe që e njohim Ramën nuk del jashtë atij kuadrit njohjes tonë. Por nuk i kanë pranuar. Dhe kjo është një shuplak që po i veten në të gjitha ato gjëra që ju në insertin tuaj e keni thënë. Nuk e priti e refuzoi J.D. Vance në takimin e Vilniut, as djali i Trumpit mund ta ketë refuzuar, nuk e di faktin konkret, por unë ndjej që vetë pamundësia, ju jeni njëse shumë e mirë atyre për të dalluar propagandën dhe vështirësinë. Një mjeshtër i tillë i propagandës si Rama, shikoj sa pa fjalë përsëritës Borin kur i thon atje është në fushat, ka një javë që nuk di çfarë thot. Miret jo me burrat kështu, jo me gratë kështu, jo shkoni te komshiu, domethënë që të vjen për të vjell, për ta thënë shqip te shqiptarët kur e shikon, themi ku jemi ka të ndisur, që e durojmë bisupe një kryeministër. Pra ju shikoni këtë dhe si derivat i pamundësisë së tij për të vijuar me atë rreth lobimesh që ka funksionuar deri dje. I ka të gjitha. Pra është nervoz dhe për këtë arsye. Po pa diskutim, është izoluar komplet. Është izoluar. Unë nuk e di faktin konkret, nuk mund të bëj interpretim për atë. Për sa kohë Grenell ka deklaruar që nuk ka lobuar për zotin Rama.